Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek libërti I Sheikh Abdurazakit, El Bedr, hafidhahullahu ta'ala, këshilla, porosi të zgjedhura nga brezat e parë të Islamit drejtuar rinis. Kemi arritur tek porosia 10, I kemi 5 porosi, deri në porosinë e 15, edhe do ta përfundojmë inshallah ta'ala këtë libër. Porosia 10 thot Muhammed ibn Suqah, thot tregon takova Mejmun ibn Mihranin dhe I thash, Allahu ta zgjat jetën. Do thonë këti personi I ka thonë ta zgjat jetën Allahu, ndërsa ai ma ktheu edhe më tha, kjo është përshëndetje tha e trinjeve, thot thuaj selami. Do më thonë përshëndet me selam, thuj esselamu alejkum. Me njëherë ka këshillim, subhanallah. Shpjegimi për cilën nga pejgamberi alayhi salam të ketë thënë, çka çfarë hadithit, subhanallah. Thot kush ju flet para se të fillojmë me selam, mos ja ktheni. Më thonë, nëse ju flet dikush pa e dhënë selamin, atëherë thot mos ja ktheni. Në një aspekt më pari është selami, pastaj është kelami. Pastaj fillojmë me muhabet. Thënia ati kjo është përshëndetje trinjeve, thot do thot se disa trinjeve u duket e dashur ndonjë lloj përshëndetjes, duke menduar se ai përshëndetje është më e bukur kur takon mes vëllezërit edhe mes shokëve të tyre, dhe si pasojë thot e kanë braktisë dhënien e selamit. Edhe përdorin disa përshëndetje të cilët u pëlqejnë atyre, apo kështu ndodh që kufizon te këto dhe e lën anash selamin, apo ndodh që selamin ta japin pas tyre. Kemi na selame të ndryshme, po themi selama se këto nuk janë më selama, apo tek të rinjët, apo më thonë që I përdorin. Ndërsa ky këshilloi dhe tha, kjo është përshëndetje të rinjëve, andaj thuje selamin, sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk ka folë, thot mos ja ktheni, thot kush ju flet, do më thonë nëse fillon pa selam. Porosia e 11 thot Ebu El Melihi tregon, një ditë gjersa ishim rreth Mejmun ibn Mihranit, ai na tha, o ju të rinjë, tha, shfrytëzojeni fuqinë e rinisë dhe gjallërinë tuaj në bindjen ndaj Allahut. Pastaj ju drejtua pleqve edhe ju tha, o ju pleq, deri kur më, edhe të rinjëve dhe pleqve ju drejtua. Shpjegimi, ai porositi që të shfrytëzohet fuqia e rinisë edhe gjallëria e saj në bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala, në ato gjëra që I afrojnë tek ai, tek Allahu subhanahu. Pastaj thot ju drejtua plezhve, edhe ju tha deri kur më, që do thot, çka po prisni? Që nuk po e shfrytëzoni jetën tuaj në bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Është një fjalë që përhapet, që është përhap një plak moshës 70-80 vjeçare, edhe e pyet hoxhën, I thotë hoxh, çfarë ja ka nis më fal? Velila alhamdulillah që ja ka nis. Edhe në frymën e fundit më ja nis më fal, apo edhe më thon në atë periudhën e fundit të muajin e fundit vdekjes, apo ditën e fundit vdekjes, nëse ja nis më fal, kjo është mirësi për Allahut. Edhe ka shku te hoxha një xhamatli, edhe po I thot, o hoxh, tha unë kam 70 vjet I kam, edhe tha, çka më thon bre, tha në sejdë. Tha thuj ku për mu. Ka lut hajgare hoxha, o ta më një aspekt. Nëse kjo ishte vetëm një lloj shakaje, por se hoxhallarët, po edhe në përgjithësi thirrsat është mirë që me I mësu xhamatin. Alhamdulillah, edhe nëse është, do të thonë frymën e fundit që me e mësu xhamatin, që më u kthy dinit Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu subhanahu wa taala e pranon pendimin deri në gargarën e fundit. Pastaj thot porosia e 12. El Firjabi tregon se Sufjan al-Thauri rahimahullahu taala, pasi që përfundonte namazin, kthehet thot në drejtim të rinjeve, edhe u thoshte, nëse nuk faleni sot, atëherë thot kur keni mu fal? Thot me këtë porosi Sufjani ka këshillu të rinjët me një këshill madhështore. I këshilloi për ta shfrytzuar rinin e tyre në bindje ndaj Allahut, sepse nëse I riu nuk e shfrytëzon periudhën e rinisë në kryen e sejdëve për Allahun, atëherë ka të ngjarë që në të ardhmen ai ka mu dobësu
edhe thot ka mu fut në një periudhë të jetës së gjatë, të cilës ka dëshirë të madhe me bo sejdë, mirë po nuk mundet, ose për shkak se e lëshon fuqia trupore, ose për shkak se s'mundet. Andaj për këtë arsye i tha, nëse nuk falen e sot, kur keni mu fal? Shekhu Thejmini e thot vllazni, një thënje, thot, unë thot, kur isha pak më i ri, apo jo në mosh, thot shkoja në xhami me duke ecur. Pse thot duke ecur? Sepse thot kur plakem më lëshojnë këmbët. E për atë arsye duke qenë i ri, unë pe ushtrej vetin që me shku me kom. Para mendo sot na shkojmë me kere, apo fatkeqësisht, edhe xhamit afër i kemi, edhe nuk i shfrytëzojmë fizikun ton, dhe pastaj kur të plakemi është shumë problem. Shumë problem. Se shtohen smundjet kronike, edhe fuqin trupore nuk e ki, fizikun nuk e ki, sikur që e ka i riu, apo. Porosia e 13, Rabia ibn Kulthum tregon një ditë prej ditësh Hasan el Basriu shkoi në drejtim tonin. Dhe ne ishim të rinjë që e kishim rrethuar dhe na tha: "O ju të rinjë, tha, a nuk po përmalloni për hyrit e xhennetit?" E shpjegon shehu, thot, kjo është një vrejtje mrekullueshme nga Imam Hasan el Basriu rahimahullahu taala, me të cilën e përkujton të riun lidhur me çka? Me begatit e xhennetit, edhe knatësitë e gëzimet e tij, mesin e të cilëve janë edhe hyrit. Na e dim se në mënyrë që nëpërmjet kësaj të ripërtrihet tek ai gjallëria dhe përmallimi për xhennet dhe knatësinë e tij, sepse i riu apo është në atë vrullin e madh të epsheve, dhe ti kur ta nxit apo për ta kënaqur trupin ton në botën tjetër, dhe kjo botë sebeb pastaj njeriu apo i riu t'i kthehet dinit Allahut subhanahu wa taala, t'i kthehet namazit, t'i kthehet urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Kjo zë vend, thot shehu, te zemrat të riut e shtyn drejt përpjekjes së madhe për punën e ahiretit, nëse Allah i dhuron sukses. Si shto thot Allah subhanahu sa për atë që dëshiron botën tjetër dhe përpiqet për të me gjithë shpirt e duke qenë besimtar, thot përpjekja ati do të shpërblehet. Suratul Isra, ajeti 19. Tani e kemi porosinë e 14 të parafundit, për cilët nga Hasan el Basriu rahimahullahu taala të këtë: "O ju të rinj, thot, keni kujdes nga zvarritja e punëve dhe thënia në të ardhmen do ta veproj. Në të ardhmen do ta veproj." Wallahi subhanallah, kjo thënie e vërtetë është, mëse e vërtetë është tek njerëzit në përgjithësi, jo vetëm tek të rinjët. Thot shkon në haxh o vllai jam, apo oj motër e nderuar, apo oj nonë e nderuar, shkon në haxh bashkë me babën. Haxh se njerë du të më martu ti, du të me të martu ty. O bab, shkon në haxh se njerë ka me bo shpi, haxh se njerë këto, haxh se njerë ato. Subhanallah, i zvarit punët njeriu, i zvarit punët, edhe kur do me bo veprat mira në përgjithësi, thot do ta bëj inshallah taala. Falë namazin vllaja, thot hajtë se do ta bëj inshallah. Po e kom niyet me kry, me thonë edhe me bojën dy gjëra, që ndonjëherë thuash, po nuk e vepron. Zvaritja është defekti kryesor që i ka dëmtuar shënicën e trive. Thot disa trinjë thonë, më vonë do të pendohem, më vonë do të jemi rregullt namaz, më vonë do të sillem mirë me prindërit, kështu nuk ndërmarrin asgjë, e shfrytëzojnë kohën e rinis, ec koha e rinis, problemet shtohen çdo ditë o vllaja, o i ri, problemet shtohen, nuk paksohen, ka me dal një problem ty, domosdo. E ki pas një, ka me të bo dy, kështu që bëje, qysh tash bëje me njëherë. Nëse sot s'ke fal namaz, sonte, fale me njerë, nëse nuk je 5 vakëtli, fillo me namazin e jacis. Që tash, me njerë. Po flasim për ata që nuk falin namaz. Mirë po thot, gjërat i len për më vonë e i zvarit. Thot, kur shpirti e nxit edhe i inkurajon për të penduar e për të fal rregullisht, ati i shfaqet ky defekti, e thot e largon nga kjo mirësi, kësusa e vazhdimisht e i vanan, e zvarit gjërat, derisa ti ik bereqeti rinis. Bereqeti rinis, subhanallah, është vallahi
rinia ka bereqet, subhanallah, apo i vreni vllazni davetin më të madh. Kush po e bëj? Rinia, subhanallah, rinia. Po, hoxha e mon dersin. Mirë, po kush po i përhap derset e hoxhës? Kush po i thirr xhamatin apo kush po i bën këto? Rinia, subhanallah. Për atë arsye kur njeriu plakët, i ka disa gjëra që s'mund mi i bo. Për atë arsye shfrytëzone bereqetin e rinisë. Dhe thot dhe shfrytëzimi i kohës me vepra të mira. Madje thot ndodh që disa e shtyjnë thot pendimin për më vonë në një moshë caktuar të jetës mirë, po subhanallah, vdekja thot i befason para se të arri atë moshë. Sa të riun po e shohim vllazni që po vdesin. Rap tap që fejnë të na. Veç kur po nin vdiq filoni. Subhanallah, kjo është për shenjave të kiametit. E sheh sonte, e sheh një ditë, edhe kur nin veç ka vdiq. Qysh mër vdiq? S'pat kur gjo? Qysh vdiq? E kapi infarkti. Për një herë. Tak, tak. Nuk kanë qenë kësi vdekje ma herët. Njerëzit kanë prit kur e kanë po, ka qenë i smut. Edhe kanë prit, kanë thonë që ky ka me vdek, i ka shejat i vdekjes me një aspekt. Mirë, po që i riu me vdek me një herë, të në shejat kiametit. Andaj ti nuk e den o vllaje, kur të godet vdekja, ti nuk e den tash del pi dersit, edhe të godet një automjet, nuk e den ku e ki vdekjen. Dhe jo rasisht kanë thonë ulemaja, subhanallah, kur ta boni një vepër, mendoni se ajo vepra jote është sikur vepra jote e fundit, që mon nuk ki me bo më vepër. Para mena subhanallah kur ti e mendon që pas kësaj vepre mos ki me pas jetë. Qysh e zbukuron atë vepër? Qysh e bën sinqerisht për Allah subhanahu wa taala? Veç para menoj para se mi ngrit durt me bot tekbir Allahu Ekber, e çan mendon edhe thua ndoshta pas këtij namazi, sikur nëse do të vdisja, çfarë namazi do të bëje, subhanallah. Kështu çdo herë menoni para se ta bëni të veprën, vallahi keni me përsos me lejen e Allahut subhanahu wa taala veprën. Keni me përsos. Pastaj thot porosia e 15 dhe e fundit për sonte, thot o ju të rinjë, thot përpiquni fort në veprat, sajni të rinjë, sepse pasha Allahun kam parë që veprat kryen vetëm në rini. Thot Sheikh Abdurazaki, hafidhallahu taala, qëllimi me fjalën kam parë që veprat kryen vetëm në rini ishte thot periudha e rinisë, sepse është prej më të rëndësishmeve dhe është periudha e mirësisë, nëse të riut i jepet sukses nga Allahu në shfrytëzimin e saj, e nëse tregohet i shkujdesur në shfrytëzimin e kësaj periudhe thot dhe kohën e rinisë, e çon pas knatësive, epsheve, tekave, veçanërisht harameve që ti ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, Allahu na ruajt, duke ju dukur gjëra të ëmbla. Pse gjëra të ëmbla? Po ja zbukuron shejtani Allah. Ja zbukuron shejtani haramet, se ka përvojë me njerëz. Atër leta di se i ka dëmtuar së tepër mirinin dhe të ardhmen e vetë, si shtot edhe poeti, teka apo epshet, që në rini ishin të ëmbla për veprusit e tyre. Mirë, po në përleqëri u shëndrua në ndëshkim për ta. Subhanallah. Të kthejmë edhe njerë në rini, do ta kisha bërë këtë dhe këtë. Mirë, po dhe kur të vdesim, subhanallah, do të na kujtohet edhe do të themi me vetët tonë, si ku të kthehemi edhe një herë, apo sidomos pa besimtarë, po qoftë edhe një sejdë do ta bëja. Po më vonë është ajo. Nuk kthehet, s'ka më kthim mrapa. Nuk ka kthim mrapa. Andaj shfrytëzoje para se me shku. Pastaj thot tekat dhe epshet e shpirtit ishin të shishme në rini, dhe veprusi i tyre i shikte si të ëmbla, mirë po kur arriti një moshë, gjetin dëshkim për to, për shkak të rezultateve të këqija që rrjedhin prej tyre. Nëse të vjen një sprov, nëse të vjen një bela, çdo herë nalu edhe hulumto, ku ke gabuar? Dhe kërko falje tek Allahu subhanahu wa taala. Kërko falje për ato mëkatet që i din dhe ato që nuk i din. Se ka mëkate që ne nuk i dim, mirë po me laçe e ka shkruajt Allaja. Allah i shkruan me laçe çdo detaj. Ne i harrojmë. Njëjtën kohë i harrojmë edhe senet e mira,
ndoshta sa grimë sa kemi bërë ndonjë të mirë që na hiç fare nuk i kemi shikuar as nuk na ka shkuar mendja për atë veprën e mirë, kemi me gjetë në ditën e gjykimit. Subhanallah. Por dhe kundërta, edhe një gjuna që e ki bo. Subhanallah, subhanallah. E, 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 e postova një postet një dietar, tha e kam nënçmuar, ju kanë treguar dhe ju më doket të javën tjetër, u pa ta treguar një dietar, subhanallah, e ka nënçmu një të varfër. Edhe çdo herë kam pritur, thot, të varfrohem. Ka qenë shumë i pasur. Edhe po i thot një besimtar, i thot, o fjelan, thot, çka u bu? Pse u varfnove? Thot, vëllahi e kam pritur këtë dënim, këtë sprovë prej Allahut subhanahu wa taala. Sa thot e kam nënçmuar një të varfër, gjatë pasurie kum pas, edhe tani jam i varfër. Sa i nënçmojmë njerëzit na, subhanallah. Ndoshta nuk ta bën halal. Herë do kur, kthehet ajo, nëse nuk ta bën halal. Subhanallah, subhanallah. Ka pas raste, njerëzit kanë fal namaz natë, çdo natë e kanë bën një mëkat, janë privuar 6 muaj ditë mos me fal namazin e natës. 6 muaj ditë. Andaj, nëse e sheh që po të dembelohesh një ibadete, nëse e sheh që s'po të mundsohet me bo vepra të mira, nalu edhe kontrolloje veten vllaja. Kontrolloje, nalu, çrënja. Ku jam dhe çka kam bo? Edhe kërko falje tek Allah subhanahu wa taala. Nëse nuk e din, nuk të kujtohet, thjesht kërko falje, thuaj, o Allah, falem për ato mëkate që i di dhe që nuk i di. Se Allah është falës. Pastaj thot, rinia është një periudhë shumë e rëndësishme në jetën e njeriut, të cilën ai duhet ta shfrytëzoj ashtu siç është më së miri, duke i luftuar veten dhe duke u përpjekur shumë që të mos i kjo mirësi dhe bereqeti i saj. Po ashtu ai duhet të kërkojë ndihmën e Allahut dhe suksesin e tij. Thot t'ja kujtoj vetës se ai do ta pyes për këtë periudhë të jetës, siç është ka në hadith pejgamberit alayhis salam, që do të pyetemi për 5 gjëra para se të vinë 5 gjërat e tjera. Edhe thot çka rinin para pleshrisë. Rinin para pleshrisë. Kjo është thot ajo, thot shehu, kjo është ajo që mund ta mblidhe lidhur me këtë temë, e lut Allahun bujar, posedusin e arshit madhështor, me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të larta, që të na jep sukses drejt fjalëve dhe veprave që ai e do e me të cilat është i kënaqur. Po ashtu e lutim Allahun subhanahu wa taala që të mos na lër të mbështetemi në vetët tona. Mos të kemi vetë besim o vllazni. Mos të themi, kanë thonë ulemaja, në momentin kur i thu vetës që unë jam tamam tash. Unë jam tamam. Edhe hiç nuk friksohesh nga devijimi. Mua atëherë ka fillu devijimi te ti. Subhanallah. Mua atëherë ka fillu. Andaj ke kujdes. Çdo herë bëje duan, bëje lutjen, ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rutulluesi zemrave, përqëndroje zemrën time ala dinik, në dinin tënd ja Rab. Se vallahi, billahi, zemrat jenë mes 2 gishtave të Rahmanit, mes 2 gishtave të Allahut subhanahu wa taala. Për një herë, subhanallah, mundet me i ndryshu. Andaj ndryshon nga besimi në kufër, siç ju ka thonë Muhamedi alayhis salam, ka marrë një kohë që flen besimtar, ngritet mëngjes, zgjohet mëngjes kafir, por edhe e kundërta. Andaj të kemi kujdes ta ruajmë këtë iman, sa fitne, sa sprova, sa gjëra i kemi tash për momentin, në tanaon sulme të ndryshme, qoftë sulme të dyshimeve, shubuhateve, qoftë sulme e psharake, çdo aspekt, në familje, në xhami, bile edhe në xhami ka fitne, edhe në xhami. Çfarë që kesh në Gjermani, po shoh për një herë, ndo xhamati, njoni me një xhami, tjetri me një xhami, merre këtë xhamat, çoja ne, po prishën vllaznia. Do të thonë për çështje shumë banale, që s'ka të bëj çështjet që janë tamam kështu tetare, me thonë, që duhet mu përçan atë kontekstin, mu bojkotu. Jo, çështje shumë banale. Fatkeqësi e madhe, fitnet e mëdha, edhe jo rastësisht Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë në një hadith, thot shejtani thot nuk ka ma udhuru nga dishullin arabik. Thot mirë po thot, nuk i hum shpresa thot
mi shti fitne për qarin mesin e muslimanëve dhe besimtarëve. I ka hup shpresat për mua dhuru, shirk me i bo Allahut Azza wa Jall. Mirë, po për mi shti fitne mes vllaznive, Allah ato kur nuk e harron. Kur nuk e harron. Derisa ta kemi frymën e fundit. Pastaj vazhdon thot, po ashtu e lutim Allahun subhanahu wa taala që të mos na lër të mbështetemi te vetët tona e asa një përpëlitje e syrit dhe të na udhëzojnë rrugën e drejtë. Salatat dhe selamet e Allahut qofshin për të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij dhe për gjithë shokët e tij deri në takimin e radhës me një temë të re. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nëse keni ndonjë pyetje, do të mundohemi të përgjigjemi atë që na ka lehtësuar Allahu subhanahu wa taala.